Kisha në urtësinë e saj I paraprin festave të mëdha me një kreshëm. Përse? Që të fillojmë dhe të përgatitemi për të pritur festën e madhe. Dhe jo vetëm me kreshmën, po edhe me leximet e ungjillit. E djela e dytë para Krishtlindjeve është një e djelë që na thretne për të përgatitur. Në fillim, të gjithë të djelat mbas Pentekostis festoheshin vazhdimisht. Por kisha mendoi që festa e madhe e Krishtlindjes kërkon një përgatitje shumë të madhe. Nëse ne do presim Krishtin, e Krishti do lindi në zemrat tona, padyshim që duhet përgatitja për këtë gjë. Dhe përgatitja është me leximet e ungjillit. Ungjilli I sotëm tregon një histori, një paravoli të Zotit shumë të shkurtër. Një njeri bëri një darkë shumë të madhe dhe ftoi shumë veta. Dhe kur u afrua dita e darkës, dërgoi shërbëtorin e tij për t'i bërë përsëri, sepse në Palestinë atë kohë, kur bëhej një dasëm e madhe si darkë shumë e madhe, fillimisht lajmëroheshin shumë kohë më përpara, që edhe ata të përgatiteshin. Pastaj ku afronte dita e dasmës ose e darkës, dërgonte përsëri një ftesë për t'i kujtuar ata për darkën e madhe. Dhe një shërbëtor shkoi dhe I lajmëroi. U ia thënë që zotëria im thotë që gjithçka është gati, thotë ejani dhe ashtu. Por ato krijuan justifikime të ndryshme. Njëri tha kam bler një arë, do shkoj ta shoh, tjetri tha kam bler 5 pend që do shkoj t'i provoj, një tjetër thotë sa u martova tani thotë dhe nuk do vi atje. Dhe I Zoti I darkës u zëmërua, thohet në paravoli. Dhe I tha shërbëtorëve të tij shkoni dhe gjeni njerëz kudo të çalë, të verbër, të varfër që të vinë në këtë darkë, sepse asnjë nga ata që është thirrur dhe nuk ka ardhur nuk do e shijoj këtë darkë. Dhe përfundon me fjalët që shumë janë të thirrur, po pak janë të zgjedhur. Çfarë do thotë kjo paravoli për ne? Se është një paravoli shumë e rëndësishme për secilin nga ne. Dasma ose darka e madhe dhe gjithë ato kohë që ishin në Izrael e dinin se çfarë do thonte. Ishte pikërisht mbretëria e qejve. Ishte darka solemne e mbretërisë. Dhe kur Zoti tregon këtë paravoli, farisenët që kishin një përgatitje teologjike dhe të shkrimit të shenjtë e kuptuan se për çfarë po fliste. Dhe këtë paravoli, që është një shumë e rëndësishme, në pak rrjeshta shkruhet gjithë historia e njerëzimit dhe historia e shpëtimit tonë, tregon këtë gjë. Izraeli u thirr nga Zoti. U thirr si populli I zgjedhur I Tij, por nuk ju përgjigj në fund ftesës. Sot ne përkujtojmë para etrit, që do thotë të gjithë etrit e shenjtë që kanë qenë që nga Adami e deri tek Johan Pakzori I kujtojmë ne sot. Përse I kujtojmë këtë gjë? Sepse këta ishin njerëzit që u përgjigjen thirrjes. Dhe Adami përsëri u pendua. Dhe tradita e kishës thotë që qa u hidhur për një kohë gjatë, sepse ai kishte shijuar darkën e mbretërisë, kishte jetuar në parajs dhe dinte ëmbëlsinë e gjithçka tjetër. Dhe padyshim që në shpirtin e tij ishte malli I madh për parajsën. E ky mall e bëri atë që të pendohet shumë thellë. Çdo njeri e ka këtë, sepse të gjithë janë krijuar sipas ikonës Perëndis. Po shpeshherë njerëzit nuk e kuptojnë se nga vjen ajo gjë. Çdo njeri pa përjashtim ka shpirtin brenda që e ka mallin e parajsës. E ka mallin për Perëndin. Dhe Zoti erdhi dhe u shfaq në Izrael për t'i thirrur përsëri. Ata nuk u përgjigjen. Jo vetëm që s'u përgjigjen, po dhe e kryqëzuan. Dhe këta ishin ata shërbëtorët të cilët në fillim I shërbyen dhe pastaj nuk I shërbyen Perëndis dhe u përzun nga darka e madhe. Ky është niveli I parë I interpretimit sipas eterëve të kishës. Interpretimi I dytë është për ne, për gjithë secilin nga ne. Çdo njeri është thirrur, kushdo që është pakzuar është thirrur. Por Zoti thot pak janë të zgjedhurit. Të zgjedhurit janë ata që do I përgjigjen kësaj thirrje e do përgatiten për këtë gjë. Prandaj edhe Krishtlindja që të përjetohet thellë tek ne, fillimisht duhet të përgatitemi. Të përgatitemi e të kuptojmë mirë çfarë është Krishtlindja. Gjithë historia e njerëzimit është e mbushur me shpresën që do vi një shpëtimtar. Madje edhe në besimet pagane gjithmonë flisnin që do vi një shpëtimtar që t'i shpëtojë, sepse ata kuptonin që një njeri nuk mund t'i shpëtojë ata. E që t'i shpëtojë duhet të ishte pikërisht një Perëndi. Dhe Krishtlindja pikërisht këtë tregon, që I biri I Perëndis u mishërua dhe u bë njeri si ne, u bë Perëndi njeriu.
që kishte dhe natyrën njerëzore dhe natyrën hyjnore. Dhe vetëm këtë formë ato mund shpëtonte. A nëse ne do ndalemi në misterin e mishërimit, do kuptojmë më vonë dhe misterin e kryqit. E duke kuptuar këto, padyshim do e duam Zotin shumë. Do e duam sepse do e kuptojmë çfarë na ka shpëtuar. Ne nuk mund t'i themi dikujt shpëtimtar kur nuk e dim çfarë na ka shpëtuar. Dhe jo vetëm një shpëtim, kuptimin teologjik që shpjegojmë atë mendjes tonë se nga çfarë na ka shpëtuar, po kur gjithsecili nga ne ta ndjejnë shpirtin e tij se çfarë realisht e ka shpëtuar Zoti. Kur thot psalmisti që si t'ja shpërblej Zotit për gjithë të mirat që më ka bërë, tregon një jetë personale të tij. Ai ka ndjerë dorën e Perëndis në jetën e tij të përditshme. E çdo njeri që e ndjen dorën e Perëndis në jetën e tij të përditshme, fillon dhe e do Perëndin shumë. E nëse do doj Perëndin, ai do doj gjithë të tjerët. Sepse nëse zemra mbushet me dashuri, do mbushet për gjithë. Do doj Perëndin, do doj kishën, do doj njerëzit që ka rrotull ti, e do doj gjithçka tjetër. Dhe kjo është përgatitja që duhet bëjmë ne për Krishtlindjen, që duhet fillojmë dal nga dal, pastrojmë zemrën tonë. Dhe apostulli i sotëm na kujton për këtë gjë. Sepse ka disa pengesa që na ndalojnë për të shkuar në darkën e madhe të Perëndis. E para janë shqetësimet tona ose dëshirat tona të kësaj bote. Njëri kishte bler arën, e gjeti justifikim, sepse mund të shkonte edhe një ditë tjetër për ta parë arën. Një tjetër kishte bler 5 pend që e do t'i provonte, mund t'i provonte edhe një ditë tjetër. Edhe tjetri që ishte martuar mund të shkonte përsëri në darkë, përsëri mund të rrinte me gruan e tij. Por këto ishin justifikime, siç e gjejmë edhe shpeshherë justifikime. E shumë njerëz nuk vinë kish, sepse gjenë justifikim. Sot është e del, thotë jam shumë i lodhur, kam punuar gjithë këtë ditë dhe nuk vje, sepse e shikon shpeshherë ardhjen kish si një angari, ose kur shkon kish ku s'ka të bëjë gjë tjetër. Kjo nuk është qasje ndaj Perëndis. Ne në kish nuk vim për të bërë qefin Perëndis. Perëndia është i plot, as shtohet as nuk paksohet. Perëndia është i gjithë lumur, nuk ka nevojë për asnjë shtesë tjetër, por ai kërkon sepse është për të mirën tonë. Nëse ne do vim vazhdimisht, do thotë që i përgjigjemi thirrjes së Perëndis. I përgjigjemi thirrjes së Perëndis për t'u shëruar e për t'u shenjtëruar. Dhe ka shumë gjëra që na pengojnë për të shkuar tek Perëndia. Prandaj dhe letra që i dërgon Shën Pavli Kolosianëve, një pjesë cilët u lexua sot, tregon këto gjëra. Kush ishin ato? Ishin ligësia e zemrës. Kur njeriu ka ligësi, ka të smirë në zemrën e tij, ai nuk i përgjigjet më Perëndis. As mund të shkojë në darkën e Perëndis. Sharjet, shpifjet, zilia e gjithçka tjetër që u përmend këte janë ato që e pengojnë njeriu që të shkojë në darkën e Perëndis. Immoraliteti, korrupsioni, vjedhja e gjithçka tjetër na pengojnë këto gjëra. Dhe përgatitja do thot pikërisht këtë gjë, që ne t'i largojmë nga zemra jonë të gjitha këto gjëra. Ta largojmë ligësinë nga zemra jonë. Ta largojmë vjedhjen, shpifjet, thashëthemet e gjithçka tjetër që e mbysin shpirtin e njeriu dhe nuk e lënë që të marrë frymë. E pengojnë ajrin që të hyj brenda tij. Prandaj dhe kisha na përgatit ne me këto lexime, që çfarëdo gjë që dëgjojmë nga Ungjilli duhet ta zbatojmë. E kam përmendur vazhdimisht sepse përmendet gjithmonë kish kjo një thënie e Shën Pavlit, që nuk do shpëtojnë, as nuk do drejtësohen dëgjuesit e ligjit. Gjë që do thotë nuk mjafton vetëm thjesht ta dëgjojmë Ungjillin me vesh, por do drejtësohen zbatuesit e ligjit, që do thotë nëse ne do zbatojmë Ungjillin në jetën tonë të përditshme, kjo është përgatitja. E kjo është jeta e vërtetë shpirtërore. Gjërat e tjera na pengojnë për të ardhur dhe për të takuar me Perëndin. Sepse gjithë secili nga ne jeta është e shkurtër e çdo njeriu. Ja për hatër themi 100 vjet, më tepër rrallë mund të ketë në njëri. Por e krahasuar me përjetësinë, kjo nuk është as një sekond. Dhe ne përpiqemi për këtë jetë shkurtër për të bërë gjithçka, ndërsa për jetën e përjetshme nuk përpiqemi shumë. Prandaj përgatitja për mbretërinë është diçka shumë e rëndësishme. Në Ungjill flitet vazhdimisht për mbretërinë. Madje edhe Ungjilli quhet Ungjilli i mbretërisë. Kuptimi si mbretërisë, pikërisht i mbretërisë të Perëndis. Ungjilli është një mjekim dhe është një udhëzues për gjithë secilin nga ne që të jemi të denjë për të hyrë në mbretërinë. Po për të hyrë në mbretërinë ne duhet të përgatitemi. Prandaj që Ungjilli i sotëm është një thirrje. Siç do jetë dhe Ungjilli që vjen të dielës tjetër, përsëri është një thirrje për të përgatitur gjithsecili prej nesh
e për të kuptuar rëndësinë e Krishtlindjes, sepse Krishtlindja nuk mund të kuptohet dot pa një përgatitje. E nëse ne festojmë vetëm nga jashtë, nuk kemi bërë asgjë, sepse Zoti nuk ka nevojë për të ngrëna e për të pirat tona, ka nevojë për pastërtinë e zemrës tonë, edhe për të përgjigjur thirrjes së madhe që na bën gjithë secilit nga ne. Ungjilli i sotëm pikërisht këtë tregon, që thirrja e Perëndisë është universale. Të gjithë janë thirrur, kushdo qofshin ata, të denjë, pa denjë, por në kuptimin e thellë fetar, asnjë nuk është krejtësisht i denjë. Thirrja në mbretërinë është një dhuratë nga Perëndia. Ne hym atje jo vetëm thjesht nga merita jonë, po hym nga dashuria e Perëndisë. Dhe vetëm duke bërë një jetë fetare ne mund ta kuptojmë këtë gjë. E duke kuptuar këtë do jemi të përulur. E zemra jonë do mbushet me dashuri, e dashuria do sjellë gëzim në jetën tonë. Prandaj le të përpiqemi të përgjigjemi thirrjes së Zotit. Mbas 2 javësh, edhe më pak, ne presim lindjen e Krishtit. Edhe si do e presi gjithë secili nga ne shpirtërisht? Vetëm duke u përgatitur për të pastruar shpirtin e tij, sepse Zoti nuk mund të banojë në një zemër që nuk është e pastër. Asgjë e ndyr nuk mund ta shenjtërojë njeriu. Dhe Perëndia nuk mund të banojë në një zemër të ndyr, thot Shkrimi i Shenjtë. Dhe pastrimi i zemrës është jeta më e thellë shpirtërore dhe përpjekja më e madhe e çdo njeriu, sepse duke pastruar zemrën e tij ai shërohet. E duke u shëruar ai do të transformohet, do bëhet njeri që jo vetëm ndriçohet brenda vetes tij, po ka fuqi të ndriçojë edhe të tjerët, sepse një kandil i fikur nuk ndriçon, le të jetë i mbushur edhe me vaj. Nëse ajo nuk ndizet, kandili nuk ndriçon. E njëjta gjë është dhe me zemrën tonë. Nëse zemra jo nuk pastrohet, nuk mund të ndriçohet dot. Dhe ndriçimi i zemrës është pikërisht ajo që do Perëndia. Dhe Zoti erdhi pikërisht për këtë gjë, mori trupin tonë të rënë për ta ngritur përsëri. E kjo është vepra shpëtimtare. Prandaj ne i themi Krishti shpëtimtar, se na ka shpëtuar nga një diçka që ne nuk mund shpëtonim dot vetë. Dhe nëse nuk e ndjejmë këtë shpëtim në jetën tonë personale, duhet ta theksoj këtë gjë, është shumë vështirë që ta ndjekim këtë rrugë. Vetëm njerëzit që kanë shijuar Zotin i kap malli për Perëndin. Shijojeni Perëndin e do shihni sa i mirë është, shprehet psalmisti. Thirrja që na bën Perëndia ne është pikërisht për këtë gjë. Pjesëmarrja në darkën e madhe është pikërisht pjesëmarrja në mbretërinë, po kjo kërkon gjithmonë përgatitje. Le të përpiqemi që të përgatitemi, e të pastrojmë zemrën tonë, që në Krishtlindje ta dimë realisht që Zoti ka lindur realisht në zemrat tona, sepse koha liturgjike e ka përcen kohën që njerëzit e masin. Ka 2 momente të kohës. Është koha, sekondat, minutat, orët që kalojnë, që është neutrale. Po është një kohë tjetër, një kohë liturgjike. Madje edhe në art, kjo është koha liturgjike, ku njerëzit frymëzohen për të bërë diçka. Është një kohë që nuk matet me sekonda, po matet me një ndjeshmëri të thellë. Prandaj dhe jeta shpirtërore dhe përgatitja që kërkon Zoti nga ne është pikërisht që ne të hyjmë në kohën liturgjike për të shijuar ëmbëlsinë e Perëndisë. Dhe kjo përgatitje do sjellë fruta. E nga këto fruta, të parat që do shijojnë do jenë vetë personat, dhe nëpërmjet tyre do shijojnë dhe shumë njerëz që janë rrotull tyre. Amin.